persona që kanë prona për rishitje u tërhoqën ka shitjet. U tërhoqën me shpresën që do të bëhet dhe tani kemi një listë miratuar fatmirësisht dhe me 1 janar fillojmë. Me 1 janar fillojmë dhe realisht është një lajm shumë i mirë për gjithë ato që kanë një pronë. Që duan të qesin, por edhe një lajm i mirë për gjithë ato që duan të blejnë. Do theksoj këtu ato që duan të blejnë me kredi, që deri tani kishin të pamundur, sepse tregu ka vazhduar. Ka vazhduar jetën e saj normale, sidomos pronat që e reja kanë patur një vëmendje më të madhe, pallatet që shiten, ndërtimet e kanë patur një vëmendje sepse personat që nuk blinin dot apartament që rishitishin blen tek pallatet e reja. Pra lajmi i mirë është për personat që posedojnë një pronë për rishitje dhe personat që duan të blejnë me kredi. Këto gjenden një pronë që mund të shiten me kredi, sepse gjithë prisnin thonë presim janarin, bëjmë rivlerësimin që ta shezi për arsyen e taksës. Këto kanë bërë edhe diçka të mirë, mendoj që kushdo që ka aplikuar deri në 31 dhjetor 2026, mjafton këtë bërë aplikimin dhe ka mundësi deri në 31 janar 2027 të bëj pagesën dhe quhet pronë e rivlerësuar. Ndryshe nga rivlerësimet e mëparshme kur nuk ishe bërë pagesën e faturës së tatimit, nuk merren në konsiderat. Këto herë kanë marrë në konsiderat dhe mendoj që është goxha e mirë. Pavarësisht se ne si popull kemi do të kemi që ne çdo gjë e lejmë për moment fundit. Sigurisht. Unë mbaj mend herët e fundit që kanë bërë rivlerësime, ditët e fundit ishin çmenduri. Patjetër që po të ishte më poshtë, shumë më mirë do ishte për qytetarët, shumë do përfitonin qytetarët. Mendoj shumë prona do rivlerësoheshin, sepse do zgjerohej ai diapazoni për ta bërë. Por gjithsesi duhet të parë në konvështrim pozitiv që 5 është shumë më mirë se 15. Nuk është zgjidhje fushata rivlerësimit. Ne fatkeqësisht këtu në vendin tonë çdo gjë bëjmë me fushata. Bëjmë fushata prishjet, bëjmë fushata legalizimit, bëjmë fushata rivlerësimit. Fatkeqësisht nuk është kjo zgjidhja. Nëse vërtet do të kemi një tret konsoliduar, nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është ule, bëje 7, bëje 5.